të thuash që sot Shqipëria ka më shumë korupcion se ndonjëherë më parë, do të thotë flasësh për qartë. Natyrisht që sot flitet më shumë për korupcionin, qoftë për shkaqe objektive, qoftë për shkaqe totalisht subjektive. Qoftë për shkak se si asnjëherë më parë i është hapur korupcionit luftë, dhe lufta i është hapur në radhë të parë politikisht nga një forcë qeverisëse që ka udhëhequr një reformë që ka çliruar duart e drejtësisë. Ashtu si kundër, nuk mund të ketë korupcion në rritje dhe të ketë rritje pensionesh me një projekcion i cili është i përfshirë në parashikimet buxhetore të 4 viteve, ku çdo janar rritja do të dyfishohet. Që do të thotë në janarin 2028 do të trefishohet, në janarin 2029 do 4 fishohet, dhe në janarin 2030 do 5 fishohet. Si bashkohen këto bashkë? Nuk mund të ketë korupcion në rritje dhe të ketë shumë më shumë përfitus nga garat publike. Këto janë fakte. Nuk mund të ketë korupcion në rritje dhe të hapen 2000 disa qindra bizneset reja në 2 muajt e fundit. Të gjitha këto nuk duan të thonë që nuk ka korupcion. Por duan të thonë që është një proces transformues që pasqyrën e ka jo tek të dhënat apo tek pasqyrimi që i bën njëra palë apo pala tjetër, por e ka tek pasqyrimi objektiv i këtij transformimi nga Komisioni Evropian. Dalin shumë raporte në përbot, po ka vetëm një raport i cili nuk bazohet në perceptime, nuk bazohet në anketime që shpeshherë janë me plot boshllëqe, por bazohet në një ndjekje rigoroze 7 ditë javës, 24 orë të ecurisë punëve të një vendi në çdo sektor, dhe ky është raporti i Komisionit Evropian.